Mirë se edhe sonte në emision me neve këtu bashkë me Alushin edhe radiolinjën e shqiptarëve në Norvegji. Faleminderit shumë dhe faleminderit për ftesën. Kjo është kënaqësia nëse ne kemi dëshirë, po them tash ne kemi real estate, se real estate thoshin shqip atje në Kosovë, në Shqipëri. Jo shqip si thua real estate. Si thua po pe kuptoj që ato tash këta e din, po na I thojmë endom smegler në noter, do të thonë organizata një ndër më të mëdha blerje shitje të banesave në Norvegji, ekziston me shumë vite, edhe Enesi është një prej edhe partnerëve, edhe është vetë do me thonë Edom Smegler, profesionalist me shumë vite eksperiencë, kështu që ne do të informohemi sa më mirë prej këtyre që I kemi, nuk I kemi shumë, po këta dy I kemi shumë afër shtëpisë të radiolinjës, edhe gjithmonë informojnë, sepse këta janë ata që kanë ndihmuar shumë të njëjtën kohë edhe shqiptarëve me ble, edhe me shit, edhe me jep për shembull këshilla se çka me bë, ose kur me shit, kur me ble. Kjo është ajo e mira që edhe në farë sezone ja nis që tash ka maj, prilli, me banesa, me shtëpia, me shite, me rregullue kështu. E tash nesër kemi këtu me na tregu për treja që çka ka ndodhur gjatë këtij vitit, çka do të ndodha vitit 2026. Çka me ble, qysh me shit, çka duhet me pas parasysh, e gjitha ato edhe njerë pra mirëmbrëma, edhe mirë se na erdhe, edhe po fillojmë me njerë se si qëndrojmë punët me noterin. Me noter si firmë? Si firmë. Me noterin si firmë është një firmë që është të rrit, është Oslo, është kogja e vogël, po në rrethin të Norvegjisë është kogja si e madhe. Në Oslo janë ato rrit, I kena pas prej 10%, I kena rrit deri në 13%, në disa qytetet vogla pjesë të Oslos. Sa vite u bon që jeti tash me noter, me këtë kompani, domethënë si agent I shitjeve, blerjeve, kjo është shqip Alush. E shqiptarët e përdorin atë real estate, domethënë po agent I shitjeve edhe blerje, domethënë se ju ndonjëherë do t'i mësoni dikujt edhe për ta bler, po edhe për t'ia shit dikujt. Sa vite u bon që je me noter? Me noter jam që 1 vjet e gjys. Para noterit jam një firmë që ka emrin Eiendoms Meglerian, ato jam kon Dage Leder. 3 vjet, edhe para asaj jam kon 9 vjet një firmë që ka emrin Privat Megler. Po, domethënë atë kem pas 2 herë mysafira po të nuk I di bashkë, po domethënë tash kjo puna e shitblerjes është shumë aktuale, në çdo vit, në çdo kohë, në çdo muaj, çdo ditë. Kështu që domethënë shitjet edhe blerjet nuk ndalen, njerëzit shpërngulen, dikujt ishtin shpërngulja, dikujt ishtin puna, dikon e dal ajo ndarja familjare, skilsmisa apo diçka që zgjidhës ka patjetër me shku te Ernesti edhe mu konsultu, me diskutu për me bën një zgjidhje, domethënë jashtë advokati për me da pasunin, jashtë aty që pasaj që më shitën, si që nërën se da ata për momentin tash në Oslo me rrethin se ju jeni, domethënë kësaj pjesë tonë. Oslo edhe Akershus. Edhe Akershus e keni domethënë. Po, si është situata tash? Neve kishim me Glerin, apo mund të them agentin tjetër, kolegun tanë para kësaj jave, për që kësaj radhe edhe të ftume edhe ty, ndoshta edhe nga ajo arsyeja se shqiptarët shumica përgatiten ndoshta edhe për vendlinjeve shku tash, se muaj maj është ajo, më thonë, ethet e pushime verore, po çka kishi preferu ju edhe në realitet si është situata tash, e shqit blerjes ose daj dyjat? Paka shumë janë të lidhna, se kur të shet diçka edhe duhet me ble. Në një formë, po paka shumë në kohën që jena që tash edhe koha që ka vjen para verës, është koha normalisht ma e mira për edhe blerje, edhe për shitje, po është një farë ndryshimi si vjet, se tash e ka paralajmëruar shteti që kanë me rrit rentet 2 herë, një herë para vere edhe një herë mas vere. Po se tash çka ndodh si të lajmërohet që ka më rrit ajo, njerëzit I planifikojnë mi shit banesat para vere, ose para si të rriten, që mendojnë që, për shembull, mund është me marrë çmimin më të mirë në market që është tash. Po tash u kon pak efekti krejt tjetër që është se shumë I kanë qit banesat edhe shtëpiat në shitje, edhe s'po mundem shumë mi shit, që shkon normalisht në muajet prill edhe në maj. Është këtij viti, po, këtij viti. E nësa ke shit kogja shumë tash ti, për shembull, të pyesim kështu pak nga korrektja, pak si nishari që jemi në shqiptar. Na s'po të pyesim se a ke rrogën, po të pyesim a ke shit. Tash shumë kom shit, po pyetja është sa banesa I kin shitje.
Se ti mundesh me pash për shembull 20 banesa në shitje, e veç me shit 5 prej ty në një muaj. Po, ashtu, domethënë, edhe ajo nuk ka sukses atëre. Po, e çeto është pak problemi, se po kish shumë banesa në shitje, edhe veç ka një visning mundesh me majt në ditje, dilleve mundesh 2 ose 3 maksimum. Ashtu, po. E atëherë kur po të bëhen shumë banesa pa shit, pak edhe zor është me menaxhu krejt punë. Ka për atyre që kërkojnë ndoshta edhe para visningut, me shku para se me dala ajo, domethënë për vizitë që të bëhat, me ju kontaktu juve dhe më konsultu ndoshta me ata se shumica ndoshta dalin, po nëse janë vetë banorë në shtëpi edhe me shku me shiku para se të diel visning. Ose edhe ndoshta edhe me shit para visningut. Po patjetër, aty ka edhe shumë raste ku na thirrin para visning, po s'është çaqe nuk ndodh çaq shpesh sa sa përpara. Përpara leja në koronë dhe para koronës, domethënë krizës që u kon atë, shumë akullaj u kon me shit se sa tash. Janë disa kritere tash edhe më të reja ndoshta ato prospektet e shitblerjes, sidomos për neve që kemi dëshirë me ble, kemi edhe ndoshta edhe pak jemi pak më konfuz me ato ndarjet e ndërtesave në bazë viteve, shka është me ribetu, shka nuk është me ribetu, to tege 1, tege 2, shka janë ato domethënë edhe dikush ka shumë frikë aty edhe ndoshta ajo pak i ndal, që mos futen dikun. Po, normal që ja vlen, po mas parti duhet me këqyr njëri çfarë drejtimi e ki, çfarë nevoje e ki. Krejt duhet më bazuar në nevojën tonë, domethënë a e ki mendimin me banu atë gat, ose e ki mendimin për shembull me banu atë 1 vjet, edhe me largu tatimin, se nëse banon një banesë 1 vjet, e ki adresën aty, s'ki nevojë me pagu tatim. Nëse ke bën një banesë 5 milion e shat 6, nëse banon nër 1 vjet, domethënë 12 muajt e 24 të fundit, atëherë duhet me pagu tatim nëse s'banon. Po nëse i banon, i hek ato. E ta shumë shpesh për shembull njerëzit e blejnë një banesë vish shembull një shumë 5 milion, e rregullon edhe i merr 6,5. Atëherë i ka ato parë të fitume, parë të paqa, edhe mundesh me përdor për me ble banesën tjetër 6,5 e me bot njëjtën edhe më rrit. Po sa herë mund ta bësh këtë? Sa dush, nuk për gjithë jo. Mund të nal në sa banesa i ki për vete, mundet me të nal, po edhe nuk është shumë kollaj mos, se është rrit edhe shumë me materialet, çmimi i materialeve rrit shumë edhe tepër, edhe në Norvegji pak a shumë është shumë pak më special se shkojnë më shtrejt banesat, që shkojnë edhe shumë më shtrejt banesat që s'janë të rregullume, se njerëzit kanë qef mi rregullu vetë. Ashtu po. Norvegji është një prej shteteve në botë që shesin banesa, blejnë banesa edhe rregullojnë banesa mas shumë të në botë me statistikë. Për që ta edhe tash, për shembull në shtete tjera, besoj se nuk e di me fakt, po mundesh me blejnë një banesë me fitu shumë parë, për Norvegji s'është edhe qatë shumë, nëse se bën me shumicë, me disa banesa për herë, po atëherë duhet edhe me pas edhe cash flow. Po sa e përket në realitet edhe një herë pikthejmë asaj, çka do të jemi më shumë të fokusuar. Për shembull, çka do ta pyesim na, për shembull me Glerin, sikurse Ernestin tash, ku shkojmë me një visning ta shohim çka ka dhënë shitje, kjo është shtëpia e banesë, edhe më thonë Ernest, tash na po njih mo, sigurisht me artë të tillë, më thonë, çka mendon për këto? Po. A do të jesh edhe ti pak më real në drejtim, për shembull i tregu njerëz se ti mundesh me këto, po këto do të rregullohen, a kupton? Për shkak se ndoshta edhe tjerë do t'ja bash, dy të jesh pak më lojal për çdo mushteri që do të vjen aty. Po normal. Për ta mbajt besimin pastaj, apo mos ta humb besimin se nuk i di ndoshta çaj personi i njëjtë prapë do të jetë me ty në një visting tjetër, në një shitje tjetër apo blerje. Unë edhe me ligj, po. Apet unë krejt çka ka gabime në banesë ose që duhet më informu, është një ligj që thotë që ti duhet më tregu dikujt çka kishe pas qef me ditë kur të blen. Po. E ti si shit duhet më informu krejt sanat që kishe pas qef me ditë kur të shet tonën ose e blen diçka. Për atë arsye edhe na e kena diçka që ka emrin upplysningsplikt. Çdo farë informate që marr unë duhet me e lajmëru. Tash për këtë pyetjen e këshillave, unë më me jap këshilla, po pyetja më e parë më e mirë kur je shkon në visning, me pyet me Glerin, a ke provuar me shit, e sa gat ke provuar me shit, që shkon çmimi, sa është çmimi. Se tash për shembull disa banesa përpara u kon një visning e çet në find, e lën një javë edhe ki visning, u kon pak a shumë 10 deri në 14 ditë mesatarja për një shitje, një banese ose shtëpie. Tash u rrit deri në 34-35. Domethënë 4-5 visninga duhet me marr.
E unë shumë shpesh e shoh njerëzit që vinë në visning e mendojnë që o visning i parë. E nxehen badi hava. Po. Se mundesh me kuptu që një banesë që ka po që u konë në visning 4-5 herë nuk u shit, e ki mundësi me marrë nërçmim. Ju kisha jep këshill më të parë e më të rëndësishme mos më ngut. Se për shoh disa herë që banesat për shembull që më thirrin njerëzit e kanë qef me ble banesën para që është visning, shpesh e japin çmimin më shumë se sa kur të vinë ofertat. Po mirë, ne tash ne kemi mësuar edhe disa sene për shembull më përpara çish funksionon kjo pjesa për shembull kur do njëri me shit banesën e cila dokumente do të më mbledh përqindjat e njëri që ka me shit për shembull te kompania te cilat pajisje do të mi pas, po të njëjtën kohë tash ju i boni edhe ato që mundin edhe me rregullu me shine up, me make up banesën mbrana, për shembull se dikush e ka pak me shumë mobile ose rast me sene, normal që syni për çato 9 minuta këshyr këtë ndryshe, duket më e vogël. Ajo në këshillat për shembull që me bo diçka me ato për shembull me ly ose para se me janis me ardhe të procesi i shitjes, që pak me ndryshu. Po, gjithmonë është mirë me rregullu banesën para shitjes, mi ly zitnat, mi ndresh të cikrimet vogla, po duhet me ditë që ai që e blen banesën pak a shumë nashta ka me ngjyros apet si e don vet. E tash duhet me këshyr pak edhe çfarë objekti është. Shtëpia zakonisht nuk ja vlen shumë me bë, se janë shpenzime të mëdha nëse do me bë diçka. Kur është fjala për banesa, për me bë sa më të bukur banesën për shitje e me tërheq sa më shumë njerëz, normal që bën çmos. E aty kena na metoda të ndryshme, tash inteligjenca artificiale po përdoret shumë, para 2-3 ditëve kanë vege. Po mat, që ka bë borrin. Po. E ka bë me gjelbrim, ai ka qenë veç dhej. Po, fotografi jam akon. Se fotografi jam është ndër të parëve që ja ka nisë me bë këto. E tash, so do ligji hala, po është pak ligji njëjtë se kon se mundesh me kthyn do fjalë tjera, po mundesh tash kena mundësi për shembull mundem me t'i hek mobilet, mundem me qit sallonin tonë në foto edhe me t'i hek mobilet, mundem edhe me t'i ngjyros zitnat. Do të thonë janë do mundësi. Po ajo është pjesa e parë veç kur të çat në fin, se çta kanë kush është interesuar ka marrë edhe në visning. E aty në visning është e rëndësishme me jap diku një ndjenje të mirë banesës që është e paqe, e bukur, e rregulluar, edhe kom qef pak me krahasu me kur të blen kerr. Ki qef me blen e kerr që është mirë, i mirë majtur, ja këtyr serviset, ja këtyr llakin, çush e ke rujt, ai ke lanë për makina ajo. Pak vish me krahasu pak ndjenjat, se nashta njerëzit mundin me paramenu pak më kollaj nëse sa i përket tek shtëpi tash edhe banesat të Norvegji, shumicën e rasteve banesa për shembull që janë andelajlet, do të thonë që janë pjesë e pronarit, pjesë e bashkisë apo pjesë e asaj përshllagit, e thojmë pak në gjuhën tonë që e përdorim. Shumicën e raste këtu i dim nëse ka me pas punë, sa do të më shkuë, me një afat me tregue klientit që do ta blen shtëpinë se këtu do të punohet. Këtu do të ndriçen banjët, këtu do të bëhen do ndrohen dritaret, këtu do të rregullohet kjo. Domethënë është tikun çdo me glerket do ta di apo për me dhon atina ose edhe të shkruajnë prospekt. Po, na i marrin informatat, si për shembull unë tash nëse më thirrë dikush me shit banesën, unë i përësit i krejt informatat prej forretningsfirë, do me thënë ata që e bojnë ekonominë e burrit slagës, ata mi japin këto informata. Po, disa herë, në styre me atë për shembull, e folin, e përmendin një punë, edhe bën vaki që s'ndodh. Për që ata duhet edhe pak më rujt, për shembull nëse është dikush shqiptar norvegjik që është në styre në burrit slagë ose në Samaje, duhet më rujt çka po shkruan, se nëse e vendos me shkruan një punë, kena me ndru ditaret, që është shumë llogari e madhe për ato që blen, se rritet nashta me 300.000 felesjel në banesë. Atëherë kisha vendos a jeni të sigurt, as jeni të sigurt para se të shkruanin në raport ose në vetë teksti. Për më rujt mos më ul vlerën banesës pas nevojë. Pas nevojë ashtu, pra. Që është dallimi për shembull te kjo që përmendi shumë i me tushi me këto andelslejlet, selvejer edhe felesjel. Për shembull, çfarë preferon Ernesti për këtyre trijave? Është e njëjtë. Felesjeli është i njëjtë për gjithçka. Felesjel është një borxh që e ka marrë një blok.
nëse i përmend vish të lojmë onash ose andel ose selair, një blok me 20-30 ex ndërtesa, banesa një ndërtes, po du më thonë, është 50 vjet i vjetër, është parapritje që kulmi për shembull duhet mundru para brenda 20 viteve, 50 viteve, dritoret, e kur të afrohen këto, mundet bloki me shku me marrë një borxh në bank, e ky borxh nëse është 20 milion për shembull, shpërndahet në krejt banesat, në mas përqindjes sa janë banesat mëdhaja, që ajo është. Po ajo paguhet mujor e jo kur të blen banesën, që ata shumë me keq kuptojnë. Kur të blen ti banesën nuk e paguën ti cash, do me thonë, felicielin, po e pagun për mes qeras. Edhe, duhet me dit, edhe se s'ki me pagu ti, qatë pjesën e felicielit, kur shkojsh në bank për shembull, duhet me pas felicielin në financat që të pranon banka. Se ata e shojnë si një lonë tonën që është ngjitur në banesë. E kur është ngjitur në çaj borxh në banesë tonë, është edhe jotja. Për shkak ata duhet me pas edhe financën për qatë feliciel për qatë banesë. Ernesta, ka dallime mes norvegjezëve si blerësi edhe neve shqiptarëve, s'po përzim komunitet tjera. A janë ato ma të vetëdijshëm kur vinë me i pa banesat apo shtëpitë, edhe din pak ma konkret me parashtu pyetje, edhe për ty ndoshta e ke ma zor me ta se sa me këto shqiptarë tonë. Se këto shqiptarë ti tha vetë, s'ban më ngut, këto shqiptarë ngutën shumë shpesh. A jemi shumë ngutshëm do punë. Edhe për kena me bleve jemi të ngutshëm. Jo, vërtet s'ka shumë dallime. Nëse më kish dasht me gjetë një dallim, është nashta që një shqiptar nuk tutet qatë shumë për çush janë tregulluar me sanat. Po shak se mund të bëjë vetë, më thënë. Po. Ashtu. Norvegjezi pak më shumë tutet, e për që ta ka nevojë me studiu për shembull Tilsons raportin e taksmanit, më shumë se sa një shqiptar, po ajo është krejt normale, edhe nëse jeti punëtor, nëse ki kontakte, ato ma mirë është me bo, edhe ma mirë është me bo vetë, se fiton në atë punë. Çka mundet njeri vetë me bo, për shembull para se me shit po folim tash, çka mundet njeri vetë me bo dhe çka s'duhet vetë me bo? Punën e ujit, punën e strujës, punën e banjos me keramika, me membran, s'duhet mi prek njeri privat, se duhet mi pas me dokumentat, paka shumë gati tana sa në tjerat mund është mi bo. Edhe duhet me informu që krejt mund është mi bo vetë, po duhet me tregu që si ke bo përmes një firme, edhe që s'ki për shembull garancion. Se ki drejt me bo çka dush, ki drejt me shit çka dush, veç të informon çka problemi ose çka është gabimi. Çka mundet për këtyre punëve që po përmendëm tash, me ahu vlerën shumë një banese apo një shtëpie? Banesa është pak ndryshe nga shtëpia, po ka shtëpia është një send që ka emrin drenering, është për shembull uji që është deporton jashtë shtëpie. Po lagështin me largu për shtëpisë. Po. Është kulmi, është banjo. Aty nëse ki një banjo, për shembull një banjo është e parashikuar që ka një jetë me qëndru 20 deri 25 vjet. Nëse e ki për shembull tushin direkt në keramika, e ki ma pak, nëse e ki në kabinet, e ki ma shumë. Tash duhet me këshyr për shembull nëse është ndërtesa e 2000-s, në 2026-ën, duhet me ditë që banjoa është nëse është origjinale, e ka kalu limitin e jetës, që i thonë në raporta. Aty duhet me ditë që pritet, edhe aty edhe taksmani ki shkru, që është një tege 3, që pritet që duhet me bë ndryshime. E në banesë nuk është qaq rrezik, se nashta e bën sa ma e ose në bën një burislag, e bojnë ata, edhe nuk ki nevoj mi pagu që atë për që atë. Po në shpi e ki... Për qepit. Po e ki për gjepit. Me ditën a ke mundësina jo, se mund të futesh në borxh. Po edhe nëse ndodh diçka, të ndodh në shtëpi tona. Nëse ki në banjon dytin në katin e dytë, bjen ujë poshtë. Po. Tash sa i përket përgatitjes financiare, a duhet me fillu ma herët me bë këto punë me bank, a mund me animu edhe jo, por shemo se ka ardhur dikush veç fill që ashtu me i me këshirë edhe e pyet ta ke fol me bank, se ja pashtron edhe ke pyetje garantat e që vinë shikojnë në shtëpi apo banesa, si qëndron stati me bankën, sa keni financim do nga banka, ju preferoni për shembull ju primosinë që ata ndihmoni ju, ata po ai duhet paraprakisht jetë i përgatitur në atë aspektin financiar me bankën për ta bleni banesë apo shtëpi. Po, patjetër. Para si t'ja nis me këshyr banesa, thirrë bankën,
pyeti sa mund mi marr borx. Shumë e thjeshtë është. Nëse e dojnë tonë që na ndëgjojnë, një këshill shumë të vogël, rrogën e vitit herë 5 është çka mundsh me pas maksimum borx. Veç atë fjalë me majt men, e din pak a shumë sa mundesh me pas borx. Me pas kredit korta, me pas borxhe të kerrit. Ato normal që tërhekin prej atyt. Po që ajo është një fjali shumë e lehtë. Sa vetë mund me bashkangjit një borxhit në familje? Ato është në varet pak prej bankës në bankë, se do banka e shohin si të rrezikshme me pas familjar. Për shembull, shumica e pranojnë prind me fëmijë me marr loan, me marr borx, më fal, edhe shumica nuk e pranojnë për shembull dy vllazën me marr. Se e shohin më të rrezikshme se sa vllaz mund më daç ashtu. Po. E sa i përket kësaj na që banka tash kanë me shumë pak filiala, edhe gjithçka shkon në atë botën kompjuterike me kërkesë financiare përmes atyre chatbotave që janë për shembull shkruar me ta, edhe i mush ata domthon çka kërkohet, në fund ta çet ata. Aty nuk je dakord. A preferon me ndru bankën me këshin e qete bankë, se ka mundësi edhe domthon se sikur ju që keni konkurrencë në atë aspektin e kompanive për shitblerje, ka konkurrencë edhe bankat. Ka shumicën e rasteve që njerëzit për shembull kanë kërkuar me një bankë më të madhe DNB këtu, edhe nuk janë mundson borxhin. Shkon te banka e merr atë borxh. Po tash gradualisht po humb kjo për shkak se po del kjo bota e internetit, online ta kërkosh borxhin. Normal. Borxhi sa mundesh me marr nuk është edhe çaq kollaj që mundet një bank me ta jap, jo një kompjuter, një chatbot që shpe përmend, me ta jap rezultatin. Nuk është çaq e thjeshtë. Ty në varet pak me çka edhe je të punu. Për shembull, nëse e ki 500.000 rrogën si mekanik, më të marr një shembull, edhe 500.000 rrogën si sykepleier, banka tash e më të sigurt sykepleier se sa mekanik. Me arsye që është një punë më e sigurt. Po, domethënë dallimi prej sektorit privat sektorin shtetëror, domethënë kjo ka të bëjë sektor me shtet, është i qartë që preferencën e kanë pak më të lartë, ai privat se po të nesër baba ki mbyllet ai edhe pa punë. Po. Tani për çata me të përgjigjen pyetja, nuk e kisha pranuar çat përgjigjen që e ke marrë për chatbotit çaq kollaj. Kisha lyp me fol me dikon në bankë me ia shpjegu situatën. Se për shembull ti nëse je problem me familjen tonë, i ke fëmijë të rritur, veç me marr një shembull, mundesh më thon bankës që fëmia kanë më pagu 5.000 kruna në muaj, një sopë tonë. Atëherë çato 5.000 kruna që i pagun fëmia në muaj, mundesh më përdor me rrit borxhin, nëse është e mundshme, nëse është ajo që e të lyp. Ato rastet ko ta jap chatboti, e ki ekonominë shumë në rregull, s'ki nevojë maksimum borxhin. Ashtu. Nëse don me lyp borxhin fix, duhet me këshyr direkt në me dikon. Për shembull, për ata, kjo po vlen më shumë për ata që kanë me bler për herë të parë, me u fut në familje, po ata që i kanë kapital për përpara dhe domthonë kur ta kërkojnë borxhin, e shkruan në shtëpinë që e ka, e shkruan sa ka kapital për asaj shtëpie, a lun rol edhe ajo për shembull? Po, atëherë hapen dyert shumë më shumë, atëherë ki shumë më shumë mundësi. Nëse është dikush që e ka një shtëpi, e ka mendimin ose qëllimin me blerë një banesë me jap me qira për shembull, atëherë mundesh me marr shtëpinë tonë, me qit si pant, me japin siguri bankës për me ble tjetrën. Atëherë s'ki nevojë as parë cash për me bëu këtë punë. Okej. Po pari sen që duhet atëherë me thirrni me glerë e me japni vlerësim. Domethënë tasaj që ke. Kur vina të vlerësimi, për shembull, a është edhe të ju si një për këto kompania tjera e para, takimi i parë për shembull, është këshill edhe vlerësim a paguhet ajo apo është vetëm prej juve që jepet? Janë dy lloje të vlerësimeve. Njëri vlerësim është një vlerësim ku tregoj sa është banesa jote ose shtëpia jote, sa vlerën e ka, edhe tjetra pjesë është e-tax që i thonë. Ai është dokumenti që pranohet te banka, e s'mundesh diçka tjetër me përdor. Ai dokument kushton për shembull 3.000 kruna, 3.500 kruna, edhe në varet pak sa afër sa largje. Unë krejt vlerësimet i bëj gratis, domethënë kush don mundet të më thirr, edhe i bëj krejt vlerësimet gratis, mundam ose me ardh edhe me këshyr, edhe me jap këshilla. Po shumë e vështirë është me jap e-taksat gratis këto ditë, se është bo shumë e komplikuar. Domethënë duhet më pagu ajo pa parasysh se tipi jep mundësinë që ai më marrë edhe kreditin
për shembull në bankë përmes atij çmimit që ja ki jep. Edhe për shembull, jo për me marr kredi, po edhe çat kredin që e ki, për shembull rentën mundesh me lut, ndoshta se pak edhe me përqindje shkon. Nëse e keni banesë 5 milion, ka shumë rëndësia i ki 4 milionë gjysmë borxh ose 3 milion. E tash nëse unë vije ta japin një vlerësim më të nalt, mundesh mi ul rentet për shembull me bankë, se e shohin se je më i sigurt dhe s'mundet banka me hu parën ty. Po. Shtëpi apo banesë, çka preferon? Si Ernest, si megler, për shqiptar tonë, se kam qëllimin me i pasunu më tepër norvegjes tonë, se këtë janë shtetin e tyne, po nëse shqiptar, çka kështë preferu? Ma mirë banesë me bleja shtëpi. Edhe apo me jetu në zona pak ma endona, dhe më në urbane, apo rurale, me dalë djarë në periferi. Allah i muna me folë për veti, edhin edhe familja e me shumë mirë, kom shumë qef me i bo punë shtëpis jashtë, me nreq, me regullu, me ly, me bo, qëka të muj me bo në shpe, për veti unë e korë se kisha ndru shpinë, se shumë e kom qef. Baba më ka pa thonë është bonar, se s'nalin punë të korë. Ato e kom kuptu, edhe kohën e fundit që ka ton kohë unë me shtëpia, jo me ly, jo me nreq, jo prishit diçka, ton kohën ka kohë, po është një knaqësi kur e ki shtëpinë tonë, kur e ki rrethin tonë, e din që je i sigurt. Normal që edhe banesat janë shumë të mira, kur të blen një banesë, nashta je ma afër qytetit, nashta e ki një jetë ndrysh me pak, nashta e ki të fëmijë afër qerdhës, shkollës, ka shumë nevojat ndryshme. Po sot na kemi shumë banesa, për shembull që ju ka shkuar qiraja në mujore, më shumë se borxhin. Rrin me shqiptarët edhe bisedon, thot, për momentin thot, paguaj qira më shumë se sa kam borxh në banesë. Është e lavdishme edhe kjo, dhe për sa mund shkojnë këto çmimet e qiras, se ne e dim shumicën e rasteve kjo na është edhe kamuflimash, nuk di se si mund ta përshkruajmë në radio, na nuk kemi agent sikur ti. Po kjo që ka shku, kjo çmim për shembull ka pas banesë para 5-6 vite ka qenë 3500 krona, qira janë shumë, tash është bë 10000. Po kur i pyet ato për shembull çka ke të inkluduar me atë çmim, se tash na mund të them qira, por atë qiran tash javë ka siguru për shembull ajo Burushlagja apo vetë e bashkia aty ku jetojnë, internetin gratis. Domethënë televizor, kanalet gratis, sidomos kjo oligarki më i madh që është në autobus. Domethënë ja ka siguru gjitha. S'ki nevoj me la shkallët, s'ki nevoj me nungë radiator, se ka bo nxemje qendrore, ta ka bo ujin me nxemje qendrore. Domethënë, dhe ku ta shikosh anën tjetër, unë menoj që nuk është prap shtrejt, se i ka mësu disa, ndoshta me të bo pak ma demel. Për me jetu në banesë, mos me dalë në shtëpi. Mundesh me kthyr një pjesë tjetër, çaj person që për shembull që thotë që ju ka rrit qeroja, ai prej Burislagit ose prej qendres, aty prej ndërtimit aty, e ka marrë banjon e re. Ai mos me pa pas ato e kish pas borxhin çaq më shumë. Shumë shpesh është më mirë me pas çat qera në borxh se sa borxhin e vet. Ashtu. Se qeraja, kur është një felesel për shembull, është një pjesë shembull 20 milionave. Ato e ki rentën më të ulë se sa kishe mujt ato për me bë pyso badën. Po me më vetë atë bosh, e për paguar rentën mozak ma kesh, 10% e tepër, se përshton të mësh. Po dhe, shumë shpesh ki edhe ma logari për me pas qera, po kuptohet që nuk i sheh ato pore, nuk i sheh vlerën. Muna shumë mi kuptu ata njerëzit që frustrohen për kësaj pune, po për veti e kuptoj që kur të merr diçka edhe duhet më pagu diqysh. Na them më herët tash se ato testa si ta ajo që bëhen. E-tax. Për shembull në shumicën e raste i shohim edhe energjia. Po të bëjë luan rol të ajo për shembull të shtëpit, tash po dalim për banesa, po shkojmë të shtëpit, sigurisht nesër që ka shtëpinë. A është mirë me këshillet këtë punën e izolimit shtëpisë, mos me ta zhu me ti rrima gjithanej, drejtoret e këshia apo izolimi keq apo diçka tjetër. E kështu që më bazu të ajo, çka më bazu ma shumë na kur ta shohim në shtëpi që ka dhënë shitje. Pjesa për shembull se tash periferi që ose menon nga ona veriore, është maftoft dimri këtu. Edhe besoj që kur është maftoft dimër më i fort, harxhon rima shumë. Për ta nxjerrë jo plus aparate të tjera që i përdor. Cila zonë do të ishte më e mira ndoshta për me preferue për me ble. Se dikush ndoshta na ime këtë huj këto, ku shkojmë të hujim? Po, a me shku mas familjarët tonë ku i kemi? A me shku ku e nin vetën mas mire, mas rahati, me këshirë kushit atë i rrethin që është? Edhe që të punën e klimës, temperaturës.
Për shembull, prej aty ku jam në Amerikë që të 5-6 gradë lurë. Vallai për pjesën e për pyetjen e parë është apet vështirë, atë gjithkush i ka nevoja të ndryshme. Atë duhet me duhet me këshyr interesin e vet, e me di çfarë është më së miri për veti. Po. Për pjesën e dytë, për energji, për rrymë, e sa harxhet e izolacion, atë shumë është e rëndësishme. Atë s'munësh, nuk është veç e shparit parën në rrymë për shembull, po edhe e merr edhe rentën në borxh, e merr më mirë, se nëse e keni domethënë lun rol edhe ajo. Po nëse ki ose për shembull një energimarking ka emrin, ton mundën me hinë energimarking do të në. Aty mundesh me hi me bo energimarking banesën tonë. Bojnë disa pyetje, e jep cilin kat, sa dritare, sa kështu, edhe ta jep një A dhe një F mos gabofsha, por A-ja është më e mirë. Nëse ki A ose B, mundesh me shku te banka dhe ta japin rentën më të ultën në market, se ki diçka që ka emrin grënd buli lond. Bankat e jepin këto me arsye që dojnë me motivu njerëzit me izolu, me i bo shtëpiat më të mira. Edhe shteti kompenson pak për me jap këto borxhe. Domethënë shtëpiat me pak dritare kanë rënë të malirë. Për shoqi shumica për ndërtojnë tashme. Edhe xhamat kanë zonë me bobat vogël. Diçka po komprimohet. Jo, po aki banes për shembull, ka shumë domethënë ai je jashtë në 2 ont ose veç një on një sipërfaqe e ki ka jashtë, je i mbyllur me 3 banesa në 3 mura për shembull, atëherë s'ki shumë se të nxehet edhe banesa për banesa të tjera. Këto për shembull e japin çat not, cilën e merr A ose E. E për kështu Ernest Kastrati, kompania Notar në Aleksandër Qelans Plas e gjeni, e ka zyrën aty, të Grüniloka ose të Santa Sargin aty në mes, edhe mundi me vizitu, mundi me kontaktu, është mirë, për pak më jep disa këshilla, po edhe shumë me ushit me lavërdit madhe, po mirë edhe me table me lavërdit vogël. Ernest Kastrati pra te Notari Aleksandër Qelans Plas, për ndryshe në Google Ernest Kastrati del me njerë, emrin be emri, numri telefonit, gjithë ato. Ernest, ne të falenderojmë shumë pra që gjete kohë erdhe, na spjegove këtë punë shumë mirë, edhe ne do të mundohemi sa më shumë që shqiptarëve normal që të sugjerojmë që i kemi njerëzit, mos më gut, kontaktoni, kemi Ernestin, kemi tjetrin, do me thonë, janë këta njerëz që punojnë në Osto edhe rrethin, do me thonë këtë Oston e madhe, po mundën me shku nashta edhe deri në Dramen ose në Lillestrøm me kështu me radhë. Atëherë ne të falenderojmë shumë, suksese, edhe dorë Zotit që herën tjetër kur vjen kena me folë se me siguri renta ka me kone vogël. Inshallah. Unë alësh dashta vetëm për fund ta pyes edhe një herë, po jo se s'kem nevojë me zgat, ne alushi vetëm se tha shqiptarët. Ai ki klient shqiptarët. Po Ernest. Çaja është me rëndësi, ti kemi pra klientë edhe më shumë. Klientët më të mirë janë shqiptarët. Bravo, shumë mirë. Kjo ishte ajo për me përmbyll këtë intervistë, këtë bisedë sonte që kishim. Shumë të këndshme edhe me shumë këshillat mira. Faleminderit shumë Ernest. Shumë faleminderit për ftesën, faleminderit tonë që na ndëgjuan edhe natën e mirë. Faleminderit natën e mirë. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush. Me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashkë. Radio